Qoftë lëvduar Jesu Krishti. Mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diel, java e tretë e kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e tretë e Psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si arja gimi dritës, qielli nga lavdet jehon, bota prej shëndit kaldon, feri u lëri nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti, i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhi tartarin, të mjerëve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur reptësisht ruhet nga ushtari, nga dhnyjes me zulm fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua ferri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse unë gjallë Zoti ynë, plot shkëlqem thërret engjëlli. Për herë ty rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Hyi mbretëron u vesh me madhëri, aleluja. Psalmi 93, madhërimi pushtetit të Zotit. Hyi mbretëron u vesh me madhëri, Zoti u vesh me fuqi u ngjesh, të palëkundshme bëri botën, asesis do të trëndët. I patundshëm është froni yt, qysh prej fillimit, ti je i amshueshëm. Lumente ngritën o Zot, lumente ngritën zërin e vet, lumente ngritën ushtimin e vet çurdhuese. Më i fortë se ushtima e ujrave të mëdha, më i përfrigueshëm se deti i tërbuar, i madhërueshëm është Zoti në lartësi. Dëshmitë tua janë plotësisht të besueshme, shenjtëria i përket shtëpisate, për gjithmonë e jetë o Zot. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyi mbretëron, u vesh me madhëri, aleluja. Antifona e dytë. Çdo krijesë do të lirohet në lavdinë e bijve të Zotit. Aleluja. Kënga marrë nga libri Danielit profet, kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o era, bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Ves e brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra e borëra, bekojeni Zotin. Net e ditë, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekovë Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindësh e gjithë shka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët të qiellit, bekojeni Zotin. Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin. Bitë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtërët të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Çdo krijesë do të lirohet në lavdinë e bijve të Zotit. Aleluja. Antifona e tretë.
Lavdërojeni emrin e Zotit, madhëria e tij te i kalon qiej edhe aleluja. Psalmi 148, lavdërimi i hyjit, Zot dhe krijues. Lavdëroni Zotin prej qiellit, lavdërojeni atë në lartësi, lavdërojeni të gjithë engjëjt e tij, lavdërojeni të gjitha ushtritë e tij. Lavdërojeni diell e hën, lavdërojeni të gjitha yjet ndriquese, lavdërojeni qiejt e qiejve, edhe ju o ujëra që jeni mbi qiell. Le ta lavdërojnë emrin e Zotit, sepse ai urdhroi e ato u bën, i vendosi ato për jetë të jetës, sipas ligjit që nuk njeh ndryshim. Lavdëroni Zotin ju që jeni mbi tokë, për binçat të detit dhe të gjitha humnerat. Ti o zjarre breshër, bore mjegull, ti o ere stuhishme që kryen urdhrin e tij. Male e kodra të gjitha, lëndë frutore e të gjithë cedrat, e gërsira e të gjitha bagëtit, zvaranik e ju o shpend me flatra. Ju o mbretrit e dheut e popujt të gjithë, princa e të gjithë gjykatësit e dheut. Djelmosha e vajza, pleqe foshnja, le ta lavdërojnë emrin e Zotit. Sepse i madhërueshëm është veç emri i tij, madhëria e tij i tejkalon qiell e dhe. Ai e ngrej fuqinë e popullit të vet. Mburje për të gjithë të drejtët të vet, për bijtë e Izraelit, populli afërm i tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës, amen. Lavdërojeni emrin e Zotit, madhëria e tij tejkalon qiej e dhe. Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga Veprat e Apostujve kapitulli 10 rreshtat 40 deri 43. Hyje ngjalli Jezusi në të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë, jo mbar popullit në përgjithësi, por dëshmitarve prej hyjit të paracaktuar, neve që bashkë me të kemi ngrënë e kemi pirë, pasi u ngjall prej të vdekurish. Ai edhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi se Jezusi është prej hyjit i caktuar gjykatës i të gjallëve e i të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, në fuqi të emrit të tij i jepet falja e mëkateve secilit që beson në të. Përgjigja e shkurtër. Nxënësit e panë Zotin, aleluja, aleluja. Nxënësit e panë Zotin, aleluja, aleluja. Dhe u mbushën me gëzim. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Nxënësit e panë Zotin, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Jezusi zuri vend midis nxënësve të tij dhe u tha: Paqja me ju, aleluja. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi për ati për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyj do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës, amen. Jezusi zuri vend midis nxënësve të tij dhe u tha: Paqja me ju. Aleluja. Lutjet e besimtarëve.
Krishtin burimin e jetës e ringjallë, ati I cili do të na ringjallë dhe ne nëpërmjet shpirtit të vet, të bashkuar me gëzimin e pashkëve të brohorasim. O Krisht, jeta jon na shpëto. O Krisht, dritë e shkëlqyeshme që shkëlqen në errësirë, fillim dhe burim I jetës së re. Shndroje këtë ditë në një dhuratë gëzimi të pashkëve. O Krisht, jeta jon na shpëto. O Zot që kalove rrugën e vuajtjes dhe të kryqit, Bëj që të jemi pjesëtar të vdekjes sate shëlbimprurse për të ndarë lavdinë e të ngjallurit tënd. O Krisht, jeta jon na shpëto. Bir I hyjit, mësues dhe vëllai yni që bëre nga ne një fis të zgjedhur, me shtari mbretërore. Na mëso që ta paraqesim me gëzim flinë e lavdit. O Krisht, jeta jon na shpëto. Mbreti lavdis, presim ditën e shkëlqyeshme të paraqitjes sate. Kur do ta shohim fytyrën tënde dhe të bëhemi të ngjashëm me ty. O Krisht, jeta jon na shpëto. Aty ynë që je në qiell, u shenjtë rroftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Të lutemi. Le të galdoj për herë o hy populli yt, sepse ti ja përtrive rinin e shpirtit, ti na e ktheve denjësinë e bijve të hyjit, na forcon në shpresën e lume se do të ngjallemi në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.